Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Më morën në punë vetëm sepse kisha gjoks të madh. Nuk e harroj kur ditën kur hyra për herë të parë në atë kompani marketingu. Unë quhem Kejli, jam 26 vjeçe dhe si shumë vajza të moshës time, më duhej një punë e qëndrueshme. Kisha dërguar CV-n në 10 vende, por askush nuk më kthente përgjigje. Kur më telefonuan nga ajo kompani e njohur, unë ndjeva më në fund me fat. Salla e intervistës ishte e ftohtë, sterile, me xhama të mëdhenj ku shikoje gjithë qytetin. Përballë meje ishte drejtori i stafit, një burr rreth të 50-tave, i veshur me një kostum të shtrenjtë dhe me një buzëqeshje që nuk arrija ta deshifroja. Nuk e dija nëse ishte e sinqert apo e shtirur. Ai shfletoi CV-n time shumë shpejt, sikur nuk shihte asgjë të rëndësishme aty. Pasi më bëri 2-3 pyetje formale, nisi të më shikonte në një mënyrë që më bëri të ndihesha e parehatshme. Por nuk fola. Isha aty për një punë dhe isha nevojtare. Pas intervistës u thira në zyrën e tij. Ai mu afrua dhe më tha me një ton sikur po më bënte një nder. E fitove punën, por dua të jesh pjesë e departamentit të marrëdhënieve me klientët. Je shumë prezantuese. Mu duket çuditshme sepse nuk kisha asnjë eksperiencë në atë fushë, por pranova sepse s'kisha zgjidhje tjetër. Dita e parë e punës ishte shokuese. Koleget femra më panë me një lloj keqardhje të heshtur. Njëra prej tyre, Sara, më tha gjatë pushimit: "Mos u habit, këtu vajzat pranohen për arsye të tjera dhe jo për CV-n." Sikur mund dal fryma, nuk e besoja. Gjithçka që kisha ndjerë në intervistë kishte qenë e vërtetë. Për javë të tëra, drejtori më dërgonte vetëm te klientët meshkuj, edhe kur nuk kisha lidhje fare me sektorin. Shpesh ngulte këmbë që të isha unë në takime, edhe kur isha e panevojshme. Më fliste me tone të çuditshme, më bënte komplimente të pakërkuara, më vendoste në situata ku duhej të toleroja sjellje të papërshtatshme, vetëm që të ruaja vendin e punës. Unë heshtja gjithmonë sepse kisha nevojë për rrogën. Ndihesha fajtore pa e qenë fajtore, sepse si shumë vajza kisha frikë të humbisja gjithçka. Pika e fundit erdhi kur pash emailët e tij rastësisht. Një kolege i kishte shkruar se rekrutimi im ishte i qëllimshëm dhe ai ishte përgjigjur: "Klientët tona do e pëlqejnë prezencën e saj, është perfekte për këtë rol." Mu drodhën duart. Atë natë qava shumë në shtëpi deri në mëngjes. Nuk ishte thjesht çështje pune, ishte thjesht çështje dinjiteti. Nuk ndihesha më njeri, por një objekt. Të nesërmen shkova herët në zyrë dhe i lash mbi tavolinë një letër dorëheqjeje. Ai u përpoq të më binte që të qëndroja, por këtë herë nuk u friksova. E kuptova që asnjë punë që të ul, që të shkel dhe që të trajton ndryshe për shkak të trupit nuk vlen kurrë. Dola nga godina me këmbët që më dridheshin, por me kokën lart. Unë ndjeva si dikush që sapo kishte rifituar veten dhe kjo ishte më e rëndësishme se çdo pagesë tjetër. Që atë ditë vendosa një gjë. Aty ku nuk respektohem, nuk mund të rri. Aty ku më vlerësojnë vetëm për trupin dhe jo për mendjen, nuk mund të punoj. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, unë ndjeva e lirë.